Pas vëshillimës përfundimtare të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë, Armando Broja u ndal për disa minuta të bisedonte në fushën e lojës me heroin e serbëve, portierin Gjorgje Petrović, i cili priti penalltinë e Rejmanajt. Dy lojtarët njihen mjaft mirë pasi janë pjesë e Chelsea-t, edhe pse të huazuar në klube të tjera. Por në vitin 2023 ata e nisën sezonin si pjesë e londinezëve dhe patën mundësi të stërviteshin bashkë dhe të luanin për krah njëri tjetrit në disa ndeshje. Një prej tyre, pa Gjorgjević, t'i merrte lavdim Brojës, duke pritur një penallti në Kupën Karabao përballë Newcastle-it. Ndeshja u mbyll në barazim dhe skuadrat duhet të gjuanin nga pika e bardhë për të gjetur fituesin, me Brojën të caktuar për të goditur i fundit atë që mund të ishte penalltia vendimtare, por Petrović ja hoqi këtë mundësi pasi priti gjuetjen e Ricit të Newcastle, duke bërë që seria penalltive të mbyllej pa që nevoja e gjuetjes së pestë nga sulmuesi shqiptar.